Japim zjarr. Po. Hajde. Ka disa raste që Late Night në blog merr kuptimin e plot, në sensin që disa personazhe që ulen përballë meje japin gjithë qënrin e tyre programet, në kuptimin që kanë shumë për treguar, lidhen shumë me formatin, për shkak të vërtetësisë dhe guximit që ata kanë patur ndër vite për të rrëfyer. Personi që do t'i prezantoj vetëm pas pak qastesh, identifikohet pikërisht për këtë gjë, sepse ka folur pa doreza, ka folur hapur për tema nga më të ndryshmet. Nuk dua t'i specifikoj se cilat janë nga ato tema, por ka folur pa tabu. Dhe fjala tabu në vetvete e ka identifikuar atë si personalitet, pra si person, ndaj me shumë kënaqësi do bisedoj me Jacqueline Lekataren. Dhe mirë se na erdhe. Mirë se të gjeta dhe faleminderit për prezantimin. Çfarë kënaqësie. Kënaqësia imja. Unë dhe shumë suksese. Dhe shumë faleminderit. Me thënë të drejtën, po, je personazh shumë kompleks. Unë të gjykoj të tillë të paktën që ti edhe më njeh pak. Me kompleksitet quaj shumë dinamika të jetës tënde të cilat të formojnë ty. Pra, si person publik, por edhe si një njeri që shpeshherë tërhiqesh në atë po themi habitatin tënd, jo për të mbyllur, por për të reflektuar apo për të kuptuar ku je. Si fillim doja ta bëj një pyetje që po mendoja kur po vija për në emision, Lekatarët, nga janë me origjinë? Pyetje shumë interesante, s'ma ka bërë asnjëri. Në fakt, ne mbiemri nuk e kemi Lekatari, mbiemri familjes tonë ka qenë Tabaku. Po. Familja e babait tim është një familje që ka emigruar nga Mali i Zi, në fund të shekullit të kaluar. Nuk e kemi zbuluar kur se pse kanë emigruar, pse janë larguar. Dim vetëm që në momentin që kanë ardhur në Shqipëri, është bërë ndrimi i mbiemrit nga Tabaku në Lekatari. Dhe në fakt, familja ime ka ardhur një në Durrës dhe më pas në Tiranë. Dhe të gjithë ne që jemi këtu në Tiranë dhe që kemi prona, këto i kemi gjithmonë me dy mbiemra, pra Lekatari, Tabaku. Po ti, nëse të pyet nga e me origjinë, nga Tirana, nga Tirana. Unë identifikohem me Tirana, gotë Tirane. Kam lindur dhe jam rritur në Tiranë, edhe unë edhe familja ime. Edhe familja. Ke kujtime me vegjëlinë tënde në Tiranë dhe cilat janë ato? Po, kam, sepse unë e kam shtëpinë shumë pranë këtu në blok. Po. Që nga dhe gocë bloku. Po. Dhe ta me thënë falë. Late Night blog, tamam, gocë bloku, tamam, edhe i përshkrimi personazhet që po bëjnë fillim, po. Dhe e mbaj mend shumë mirë Tiranën kur unë kam qenë e vogël, kur kam qenë fëmijë, para se të ndryshonte sistemi, pra gjatë kohët të regjimit komunist. Dhe kjo pjesa këtu e bllokut ka qenë jashtëzakonisht shumë e bukur, ka pasur dy parqe shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme. Unë kam qenë te shkolla 11 janari dhe ne nxënësit e shkollës 11 janari kishim mundësi që të aksesonin parqet, të futeshim brenda, t'i shikonim bashkë me mësueset tona në lëndët e ndryshme që ne bënim. Më bënte përshtypje sepse mbaj mend edhe ku ka qenë ushtari i parë në hyrje këtu të bllokut dhe pastaj ku ka qenë ushtari tjetër ku nuk lejohej më kalimi. Nëse mund të ta them pak a shumë me ku ndodhej, te ky kryqëzimi ku ndodhet tani një bankë e rëndësishme që s'po ja themi emrin sepse nuk është sponsorit. Ja themi se mbase bërë. Tek ai kryqëzimi fillonte ushtari i parë dhe aty nuk lejohej më kalimi nëse ti nuk ishe këtë lejen e kalimit të rëndësishme. Dhe mbaj mend që kur shëtisnim edhe me shkollën, por edhe me prindrit, ka qenë vila e diktatorit Enver Hoxha dhe të gjithë e shikonin me një interes, me këshëri, me kuriozitet jashtëzakonisht shumë të madh, diçka mistike, edhe sepse nga jashtë nuk perceptoj absolutisht asgjë, përpos këtyre legjendave që diktatori dilte dhe shëtiste me atë shkopin e vet. Po familja jote si ka qenë ndërtuar në Familja ime ka qenë e ndërtuar një familje 4 antarëshe, kështu siç i ka dashur në ato kohë regjimi, pra 2 prindrit dhe 2 fëmijët, të cilët duhet kishin diferencë midis njëri tjetrit 4 apo 5 vjet në mënyrë që nëna të rekuperonte, dhe ashtu ishte edhe familja ime, familja tipike, po. E njëjta gjë pak a shumë. Unë kam një motër, ajo është më e madhe, ne kemi 4 vite diferencë, dhe kjo ka qenë familja jonë. Babai im
është martuar jo në moshë shumë të re, vonë, dhe mamaja ime gjithashtu, të dy kishin mbaruar shkollën, kishin filluar karrierën dhe duke parë që nuk janë martuar shumë të rinj, kanë qenë jashtëzakonisht shumë të fokusuar në rritjen tonë dhe në mbarvajtjen e familjes. Ka pasur një moment që u rrite dhe mendoje që ishte pak ndryshe? Po, gjithmonë e kam menduar. Si erdhi ky moment? Ishte pushteti, ose kjo forca e pushtetit dhe ndjesia e detyrave që unë kisha si vajzë, të cilat mua nuk më pëlqenin dhe më qëndronin shumë të ngushta. Që nga mënyra se si unë duhet vishesha, që nga mënyra se si unë duhet sillesha, që nga mënyra se si unë duhet flisja. Qëndruarit brenda një kuadrati. Brenda një kuadrati, qoftë edhe kur shkonim të bënim vizita tek familjarët, mënyra se si rendi, qoftit i përshëndetjes, rendi për të folur, çdo gjë ishte shumë e strukturuar, shumë e ngushtë dhe mua nuk më pëlqente që të gjithë të tjerët të diktonin se çfarë duhet të bëja unë dhe se si duhet ta bëja unë dhe pse duhet ta bëja unë. Ka nisur një rebelim pak a shumë në bazën adoleshencë kjo gjëja? Mendoj që në fëmijëri kam qenë një fëmijë shumë rebele, po për shembull mbaj mend në klasë të parë unë e kisha apartamenti jon ishte drejt për drejt me hyrjen e shkollës 11 janari, kështu që nga dritarja e shtëpisë time shikoj dhe hyrja e shkollës. Dhe unë e mbaj mend që ditën e parë të shkollës isha shumë emocionuar dhe ndjeja veten që tashmë isha arritur dhe nuk doja absolutisht që prindërit e mi të më shoqëronin në shkollë. E kisha si kusht që unë u rrita, unë tani nis shkollën dhe do iki vetëm dhe ika vetëm në shkollë dhe gabova klasën, e mbaj mend që gabova klasën dhe në momentin që nuk po thërisnin emrin tim, unë thjesht ngrita dorën dhe thash kjo nuk është klasa ime, unë kam gatuar klasën. Dhe mbaj mend që më shoqëruan në klasën në të cilës unë i përkisja, po, ka qenë e para B. Dhe mbasi kam mbaruar dita parë e shkollës, unë kam shkuar të kërkoj mësuesen e motrës time, e cila ishte po në të njëjtën shkollë, po në klasë të 4, për të pyetur se si shkonte motra ime me mësime, a ishte motra ime një nxënëse e mirë, dhe duke u prezantuar. E kuptova. Ka qenë në shoqërinë tënde, ky është perceptimi im, pak ajo mos më merr për keq, delja e zezë, domethënë jo në kuptimin e keq fjalës, po je identifikuar nga ato vajzat që kjo është ndryshe apo ka diçka ndryshe apo mendoj që kur jam rritur në kohën e adoleshencës, kur kam qenë fëmijë, kam qenë më shumë delja e zezë në familje për shkak të rendit familjar, të cilin unë e prishja, apo të rregullave. Për shembull, në familjen tonë çdo të hënë dilte orari i detyrave që ne kishim. Pra, se si duhet ishte ndërtuar dita jonë, të shkonim në shkollë, pastaj secila nga ne motrat vinte dhe secila nga ne kishte detyrat e veta. Kush merrte plurat, kush ndihmonte mamin për të shtruar tavolinën, kush ndihmonte mamit për punët e shtëpisë, dhe pastaj koha e mbasditesh ishte e ndarë në lexim e librash, hobi, detyrat e shtëpisë dhe po pse në adoleshencë e dallon më shumë këtë pjesën e të qenit ndryshe? Çfarë ndodhi në adoleshencë? Sepse në adoleshencë unë nuk jetoja në Shqipëri, jetoja në Itali. Dhe të qenurit ndryshe kishte të bënte edhe me kontekstin në të cilin unë jetoja në Itali. Pra, unë isha një fëmijë shqiptar që jetonte në një familje italiane, që vinte nga një kontekst komplet tjetër dhe kjo më bënte jashtëzakonisht të dallueshme. Nuk isha pjesë e fëmijëve të zakonshëm dhe jetës së tyre të zakonshme. Sa qëndrove në Itali? Unë në Itali kam jetuar gjithsej 15 vjet. 15 vjet ke qëndruar në Itali? Po. Atëherë, në mos gaboj, kam shtuar dashuriat e parë do të kenë ndodhur në Itali. Po. Dhe si ka qenë, mbarmë? Dashuria ime parë. Në fakt, pëlqimi im i parë, se nuk mund ta quaj pra, dashuria e adoleshencës ose dashuria që mbahet mend e para, se tani të gjithë ose dhe i kemi harruar dashuritë e para. Domethënë, pasi nuk duam t'i kujtojmë ose tani mos më zhgënje. Jo, nuk po të zhgënjej. Po. Sa kam qenë në fëmijë, në shkollë në Itali, pëlqimi im i parë, jo dashuria ime parë, ka qenë një çum që kisha në klasë, që kisha në banke, shok banke, e mbaj mend edhe emrin e tij, emrin e kishte Armando,
Dhe Ishte italian? Ishte italian dhe mua më pëlqente shumë sepse ai kishte tela në dhëmb dhe ishte hera e parë që shikoja dikon me tela në dhëmb dhe dukeshin jashtëzakonisht shumë interesante ato telat në dhëmb. Po unë isha thjesht në klasë të 5, ishte thjesht një pëlqim dhe mbaj mend që u bë festa e karnevales. Dhe unë isha veshur si pipi çorape gjata dhe ne bëm atë lojën me shishe dhe unë putha Armandon dhe familja Armando ishte atje, xhiruaj gjithë kjo festa. Që të puthësh atë që do të pëlqente. Që të po, ne sigurisht ishim 10-11 vjeç dhe mbaj mend që mbas disa vitesh duke ikur në plazh, po e kam takuar Armandon në një autobus, po ikja në plazh me autobus me shokët edhe shoqet, mund të kem qenë pak më e madhe aty, 15-16 vjeç. Dhe Armando kishte ndryshuar dhe ishte Ishte hequr telat, po ishte i shëmtuar se kishte ato aknet e moshës edhe kështu. Ke dashuruar fort në jetë? Po, mendoj që po, kam dashuruar. Jo vetëm njerëzit, por ngjarjet, veten, situatat. Je dashuruar tani që flasim? Po, jam e dashuruar tani që flasim. Është e lehtë të biesh dashuri me ty? Po, besoj që duhet pyesim dikë tjetër. Unë mendoj që po, nuk është aq e vështirë, sado që dukem njëri shumë i vështirë. Nuk jam e vështirë në dashuri, jam njëri që i dedikohem shumë personit që e dua dhe je njëri që më shumë jep apo merr në dashuri? Mendoj që jam njëri që jap më shumë se sa marr. E vuan personi apo personat që kanë qenë me ty komentet e erpasershme me cilat ti përballesh dhe këtu hap një parantezë për të hyrë në një blog pyetjesh që lidhen me qasjen tënde në publik. Mendoj që njerëzit që janë pranë meje dhe që më duan dhe që më njohin mirë, e kuptojnë që mesazhet të cilat mua më shkruan, nuk më përshkruajnë dhe nuk më përkasin dhe mendoj që ata vuajnë më shumë edhe se sa unë. Pikërisht sepse ju duket sikur po më bën në një pa drejtë dhe pikërisht sepse ata nuk e kanë vendosur sikurse e kanë vendosur unë që të jenë në vit të parë dhe të jenë para publikut. E mban mend momentin kur filluan të vinin mesazhe po i quaj ofenduese apo denigruese për shkak të temave që ti flisje. E mban mend atë momentin e parë? Ose më saktë jo fiksat të parë, po çfarë fillove të flisje? Kam shumë ishin çështjet e seksit. Për edukimin seksual, për seksin. Po, edukimin seksual. Pyetja është si fillove ti të flasësh për këto tema në publik, në një shoqëri që ishte, po themi në momentin kur ke filluar të flasësh ti, akoma nuk dua të them që ishte e pamësuar, se të gjithë kishin një lloj informacioni, por të pamësuar për të folur në publik apo për të dëgjuar dikë që flisë në publik, dhe kam përshtypjen që edhe sot po të flasësh për seksin prapë është një temë që unë nisa nga eksperienca ime personale, sepse duke qenë një grua që ka jetuar në hapësirën shqiptare dhe duke ndjerë dhunën në të gjitha format e saj, në mënyrë të vazhdueshme, që nga momenti kur unë jam bërë adoleshente dhe trupi im ka ndryshuar dhe deri në ditët e sotme, e kuptoja që shoqëria shqiptare duke mos kaluar reformën e të transformimit apo të këtij revolucioni seksual, këtë raportin me seksualitetin si rrjedhoi me pushtetin, pra kur flas për seksualitetin nuk flas për penetrimin apo për aktin seksual di per se. Po këtë raportin me pushtetin dhe këtë raportin midis burrit dhe gruas e kishte në nivele primitive. Dhe për këtë arsye, raporti midis burrit dhe gruas, edhe në njohje, edhe në intimitet, por edhe në seksualitet, vazhdon të jetë ende sot një raport ish drejt, ku burri kërkon të kontrollojë gruan dhe gruaja është thjesht një objekt. Shpeshherë edhe ajo vetë kthehet në objekt me dëshirën e saj, duke mos ditur që është duke u përdorur. Po të duket ndonjëherë sikur ke cënuar padrejtësisht ndonjëherë më shumë burrat duke u vendosur, po themi, në këtë linjë më shumë mbrojtëse të grave? Shpeshherë ma kanë thënë këtë gjë, dhe në fakt tani që kanë kaluar kaq shumë vite, ndonjëherë kur i shoh videot e të kaluar ose apo qasjen që ka pasur në të kaluarën, po mund të duket sikur unë kam pasur një qasje radikale feministe. Jo të urrëties së burrave, por radikale feministe. Do kishte dashur të kishte qenë pak më ndryshe? Jo. Do të kishe bërë prapë një të gjë? Po, ndonë se mund të kem qenë pak e ashpër, mendoj që kam qenë e drejtë, në të paktën atë që unë mendoj që është e drejtë, ose atë që unë i shoh si vlera ose si antivlera, ose në mënyrën se si unë e perceptoj botën, sistemin, burrin, gruan, ekuilibrat e njerëzores, ekuilibrat e këtij vendi ku ne jetojmë në fund të ditës. Kur vendose ti publikosh mesazhet që të vinin, se deri në një pikë
ndonjëherë. I mbaje... Jo, që në fillim i kam publikuar. Dhe i kam publikuar mesazhet sepse personazhet e tjera publike, kur shikoja profilet e tyre, shikoja këtë pozitivitetin e vazhdueshëm, ndonjëherë edhe falso, edhe këtë benizmin falso. Çdo gjë ishte shumë e dashur, shumë e lumtur, shumë e shkëlqyeshme, shumë pozitive, me shumë mirësi. Dhe mua nuk më pëlqente ky lloj filtrimi. Po, filtrimi, okay. Filtrimi dhe një lloj autocensure që këto personazhe i bënin vetvetes. Më vonë e kam kuptuar që ndoshta për to ka qenë e rëndësishme që hapësira mediatike që ato menaxhonin të ishte një hapësirë mediatike pozitive. Por unë nga ana ime mendoja edhe sot mendoj që është e rëndësishme që të themi të vërtetën, që është e vështirë ndoshta, por që duhen hapur disa tema diskutimi dhe që dhuna verbale ndonse ka si target një personazh që është publik, nuk do të thotë që është e drejtë, nuk do të thotë që një personazh që është publik do të bëhet tabel qitje. Ti vetë ke ndjerë ndonjëherë këtë dhunë? Po, e kam ndjerë patjetër, shumë herë, shpesh herë, ndjej çdo ditë. Po që në momentin që fytyra ime del dhe unë bëjnë ndonjë çfarë do lloj deklarate, komentet që janë poshtë meje kanë të bëjnë kryesisht me emocionet që njerëzit ndejnë ndaj meje, apo me emocionet që njerëzit kanë për pamjen time estetike, po jo për ato që çka them unë. Pra mua do më pëlqente që kritikat të ishin për ato çka them, jo për ato që unë dukem, apo për ato që njerëzit mua më perceptojnë. Është kjo të ka identifikuar në jetë për një kohë të gjatë, mendon që ky është identikiti yt, domethënë të vazhdosh të flasësh për tema tabu dhe për tema që njerëzit zakonisht nuk flasin, pra do ta zhvillosh më shumë këtë gjë? Po, do ta zhvilloj. Mendoj që secili nga ne ka një ikigai, ato japonezët e kanë fjalën shumë të bukur, pra ka disa premisa të vetvetes apo të mënyrës se ai e sheh veten e vet, ose të mënyrës se ai e ndjen që kjo energjia e vet duhet të investohet. Unë mendoj që energjia ime apo e prirura ime apo natyra ime zhvillohet më mirë drejt kësaj. Pra të dhënies drejt të mirës të tjerëve, pra të drejtave të njeriut, sa ato janë në zemrën time. Pra një lloj barazie. Nga gjithë kjo eksperiencë që ke fituar, po themi dhe ulumtim, mesazhe, komente, rrëfime shpeshherë në privat, deklarata që të kanë ardhur. Të lutem, mund të bëjmë në minutat në vijim një lloj përsjatje për të kuptuar diçka mbi seksin dhe shqiptarët. Se vërtet du një esencë nga ty, paktën në këtë program, për të kuptuar pak ku jemi me seksin. Do me thënë, shqiptarët nuk është se janë një, po themi një popull i veçuar nga tjerë, se jetojmë në një rajon të rrethuar nga shtetet të tjerë që mbase nuk janë shumë larg me siston. Po le t'i quajmë shqiptarët, po themi. Si e kanë raportin me seksin? Shko, shqiptarët nuk e përjetojnë seksin si kënaqësi. Dhe mua për këtë më ndjen një lloj keqardhje. Seksi përdoret, është një monedhë shumë e mirë në ditët e sotme, është një mjet për të sulmuar apo për të zotëruar të tjerët, është një mjet për të joshur të tjerët, dhe mendoj që atë kuptimin e parë të shijimit dhe të kënaqësisë të ndërsjellët dhe të energjisë të ndërsjellët, ato mendoj që ne e humbasim. E përdorim seksin patjetër, e dashurojmë, duam ta kemi pjesë të vetes tonë, duam të dimë nëse të tjerët e kanë pjesë të vetes tonë, por këtë e bëjmë gjithmonë të fshehur. Asnjëherë nuk flasim për të në publik, sepse mendojmë që ajo është një çështje individuale. Po dhe nuk kemi se flasim në publik. Jo, unë mendoj që për seksin dhe për dashurinë. Jo, e kam fjalën që është edhe, do me thënë shumë njerëz mund ta kenë çështje. Jo, unë nuk po them që ti të flasësh për domosdoshmërisht për intimitetin tënd. Intimiteti jot është diçka tjetër. Kam përshtypjen që këtu mund të keq kuptohen edhe ata që të shkruajnë dhe ty. Po, intimiteti jot është diçka tjetër, ndërsa të flasësh për seksin, për seksualitetin, për edukimin seksual është diçka tjetër. Mendoj që në momentin që ne e trajtojmë seksin si diçka të pisët apo si diçka nga e cila lind jeta dhe duhet të përdorur vetëm për riprodhim, atëherë aty ka një ngecje. Atëherë pse është kjo ngecje, pra se e kuptova që ti zgjodhe fjalët e duhura për të dhënë një përshkrim për të faktit që ne e duam, e pëlqejmë, kemi këtë energjinë patjetër dhe po, dhe e shohim edhe vazhdimisht si mjet të riprodhimi. Po ku ndodh kjo ngecje pra? Te ky revolucioni.
Dhe të kjo dëshira për ta jetuar të lirë në dritë të diellit, për të mos u turpëruar nga seksi, nga e kryera marrëdhënie seksuale. Cili është epshi më i madh që ke hasur? Domethënë ajo tërheqja më e madhe seksuale që shprehin ndonjëherë burrat apo që kanë ndaj grave të tyre apo të dashurave të tyre. Ajo që shohim këtu në Shqipëri epshi më i madh është ndaj grave të martuara, me thënë të drejtën. Domethënë me marrëdhënieve jashtë martesore, mendoj që ekscitimi më i madh ai është sipas meje. Po. I burrave ndaj grave të martuara apo? I burrave ndaj grave të martuara, i grave të martuara ndaj djemve të ri apo burrave të tjerë të pamartuar. Pra, kjo liria seksuale nuk jetohet në çift, jetohet gjithmonë jashtë çiftit, ndërsa në çift ne jemi të moralshëm dhe pozitiv, të rregull, tradicional. Është adulterizmi, tradhtia një lloj vesi i shtuar, i pranishëm shumë në Shqipëri? Mendoj që tradhtia, mendoj që po. Nuk do ta quaja domosdoshmërisht një ves i shtuar. Do të thoja që tradhtia është pjesë e natyrës njerëzore. Dhe një vend kaq moralist dhe kaq i sert sa ky i joni, tradhin e ka në hierarkinë e mëkateve kapitale, e ka në vend të parë fare. Dhe fakti që ne e urrejmë kaq shumë dhe e godasim kaq shumë dhe mundohemi ta trajtojmë dhe ta demonizojmë të sjellje normale njerëzore, është për arsye sepse ne mundohemi të fshehim një të vërtet shumë të madhe që kemi brenda, që është tradhtia e cila në vendin tonë ndodh shumë. Domethënë të vërtet normale, cilën quan? Të vërtet normale quan që nëse një njeri ka nevojë që të ketë një marrëdhënie dhe të ndahet nga partneri, t'ja thot partnerit që unë nuk dua të qëndroj me ty dhe të vazhdoj jetën e vet. Po nuk është më tradhti, është thjesht ndarje. Një ndarje që të vazhdoj jetën normalisht, pra gënjeshtra, pa mashtrime, pa kontrolle, pa toksicitet. Mendoj që ka gra kryesisht të cilat e dinë të tradhtin që ndodhen në çiftin e tyre dhe pranojnë këtë gjë? Po, mendoj që ka edhe burra edhe gra. Po, edhe burra edhe gra, po domethënë është një gjë e normalizuar në shoqërinë tonë, është diçka që mund të ngrihet si shqetësim apo është një gjë që Mendoj që është një gjë që mund të ngrihet si shqetësim ose duhet të ngrihet si shqetësim. Për shembull, mbaj mend që nëse kur para disa viteve kur punoja në një emision dhe tema të cilën duhet të trajtonim ishte tema e tradhtisë. Ishte shumë e vështirë të gjeje personazhe publike që vinin e flisnin për tradhtin, sepse në momentin që ti i ftoje për të folur për tradhtin, automatikisht ata ndiheshin të akuzuar dhe kishin frikë mos gjatë paneleve apo mos gjatë debatit, atyre do ju dilte ndonjë tradhti që kishin bërë, qoftë edhe me komente poshtë. Pra, në momentin që intervista do të hidhe në YouTube, do të ishte publiku i gjerë i cili do të komentonte dhe do të nxirrte ty zbuluar për një tradhti që ti kishe bërë. Pra, që nga kjo dëshira për të mos ta trajtuar një temë ose për ta varrosur një temë apo për ta trajtuar atë temë si një temë shumë të pisët për një shoqëri shumë të moralshme si kjo e jona, unë kuptoj që ka diçka që nuk shkon. Kjo duhet të me një logjik normale të thotë aty të çon normalisht dhe ai do të ishte përfundimi. Unë në një tjetër intervistë në të cilën më kanë pyetur, ti je tradhuar ndonjëherë? Po, jam tradhuar. Ti a ke tradhuar ndonjëherë? Po, unë kam tradhuar. Jam kryqëzuar si tradharja më e madhe dhe sikur a thua të gjitha të këqijat e shoqërisë shqiptare vinin pikërisht nga kjo tradhtia që unë kisha bërë. Dhe ky obsesioni që ekziston për këtë sjellje njerëzore, mendoj që ekziston për faktin se një pjesë e mirë e njerëzve tradhtojnë, dhe nuk tradhtojnë vetëm seksualisht, po tradhtojnë edhe moralisht, po edhe sentimentalisht. Te ky emisioni, masi të pyetën që a ke tradhuar dhe ato kanë tradhuar, të pyetën edhe si e more vesh ti që të kishin tradhuar? Jo, nuk më pyetën, por unë e zbulova nëpërmjet Facebookut. Nëpërmjet Facebookut? Po, sepse personi kishte lënë faqen e Facebookut hapur dhe mesazhet hapur. Jo, në fakt mbasi unë i gjeta dhe do kërkoja ballafaqim, personi e mohoi tradhtin, kështu që. Jo, është një gjë që në fakt po shikoj edhe unë një program para pak ditësh ishte temë po flitesh, nuk e di pse më ka rastisur dhe mua që të shoh flitet për tradhtin. Shumë. Dhe një nga zonjat thoshte që dhe demonizohet personi gjithmonë që flet me çitërsi. Pra, unë e kam bërë, edhe më kanë tradhuar. Sepse ajo tha, në të vërtetë ajo tha, unë nuk e di tha nëse personi më ka tradhuar. Dhe me të drejtë ajo nuk e di se gjithmonë tradhtojmë dhe nuk e dim. Dhe pyetja ishte, po nëse
Do ta dije si do të reagoj. Dhe prap kjo nuk ka një përgjigje sepse normalisht askush nga ne nuk e di, të duhet gjendesh në atë. Në varësi të kontekstit mendoj, po edhe të personit, po edhe të dinamikës së tradhtisë. Ka një kureshtje që e kam jo personale, se nuk kam si ta ken, se nuk kam një tërheqje, po themi, fizike me ty seksuale, por duket sikur për shkak të temave që ke folur shpeshherë. Unë jam shumë e shturur. Jo, absolutisht jo. Apo por kundërta. Një natyrë shumë seksuale. Je një natyrë shumë seksuale? Jo, nuk mendoj. Po, pra do me thëmë, jo domosdoshmërisht një njeri që flet për një temë caktuar e identifikon veten me Po jo, sepse kjo do të thoshte që nëse unë flas për temën e prostitucionit, atëherë unë jam prostitut. Dhe nëse unë flas për korrupsionin, atëherë unë ushtroj korrupsion. Pyetjet tentojnë që të japin më shumë përgjigje një grupi njerëzish që e kanë mbase më të vogël optikën. Shiko, këtyre njerëzve duhet t'ju them që një njeri që flet për edukimin seksual apo që flet për seksin apo për seksualitetin, jo domosdoshmërisht zbaton çdo gjë për të cilën flet. Unë mund të flas për seksin gjatë gjithë nga mëngjesi deri në darkë dhe mund të jem aseksuale. Kjo nuk do të thënë asgjë, nuk ka lidhje. Po ti nuk je. Jo, nuk jam. Ke qenë shumë e kritikuar Ke qenë shumë e kritikuar, shumë që në vëmendjes edhe për përfshirjen tënde të ka identifikuar, po aq edhe për disa vite, pra prezenca jote në reality show, në kuptimin e opinionistës. Madje shpeshherë njerëzit të mbajnë mend të veçojnë ndër opinionistët më të spikatura dhe po, e vërtet. Për shkak të natyrës tënde apo të si është ti jesh opinionist Big Brother? Është e vështirë, është një punë goxha e vështirë. Ka shumë presion, po. Unë të paktën edicioni ku isha unë ishte një edicion që pati jashtëzakonisht shumë sukses. Unë nuk e kisha ndjekur edicionin e parë të Big Brotherit, kështu që nuk e dija se çfarë më priste. Mendoja që do kishte sukses, por nuk e prisja absolutisht që njerëzit delironin ashtu. Ke një koment tani që e njeh edhe ke dëgjuar gjithë, cili është opinioni dhe komenti për Big Brother? Është që në ditët e sotme çdo gjë komodifikohet, pra çdo gjë është produkt, kthehet në produkt. Vetë emisioni, personazhet që marrin pjesë, opinionistët, produksioni, publiku, të gjithë marrin pjesë në këtë eksperiment të madh social. Duan apo s'duan, duke heshtur, duke lavdëruar, duke sharë, janë pjesë atij eksperimenti. Ndoshta edhe kur ti e refuzon, prap je pjesë atij eksperimenti. Ai eksperimenti ka arritur të të prekë edhe ty. Po kontenti dhe ajo që shkon te njerëzit, shpesh është e kritikueshme për standardin, cilësinë, jo standardin e realizimit, por atë që mesazhin. Mendoj që Big Brotheri ka ndruar nga edicioni ku isha unë, e edicionet që kam pasuese. Mendoj që deri tek edicioni 2, mënyra apo dëshira apo vullneti ka qenë një kujdesit të modeleve dhe të mesazheve që pastaj do të bëheshin pjesë hapësirës publike dhe më pas do legjitimoheshin, se në momentet që mesazhet dalin nga një media shumë e madhe, patjetër që edhe ka një lloj legjitimimi të tyre. Më pas, gjatë Big Brotherit ku isha unë, ndryshoi strategjia, metodologjia, skema e lojës dhe u fut ky tok fjalshin në kuadër të lojës, dhe kjo në kuadër të lojës ndryshoi çdo gjë. Pra, edhe këto modelin jo fort pozitiv, u quajt një model i cili në fund të ditës nuk është një model i vërtet, po është një model në kuadër të lojës, pra si një rol filmi, si një skem, e cila i shërben kontekstit dhe emisionit, po nuk i përket realitetit të jashtëm. Kush e fiton Big Brother, në kuptimin kush është fituesi? Ai që bëhet më shumë pis, mendoj unë. Pra, ai që vuan më shumë, që qanë më shumë, ai që dashuron më shumë, ai që ofendon më shumë, që manipulon, që gënjen më shumë, ai që zhvishet para publikut, dhe kur zhvishesh ti tregon dhe të bardhat, dhe të zezat, dhe të mirat, dhe të këqijat. Mendoj që ai e fiton. E fiton sepse do publiku këtë lloj qasje, apo sepse ai e për shumë produksionit? Po tani, 3 vitet e fundit, mendoj që 3 fituesit kanë qenë 3 fitues të dashur nga publiku. Të paktën flas për fituesin e vitit të kaluar dhe fituesin e edicionit ku isha unë. Ishin fitues të pakontestueshëm, pra të votuar dhe jashtëzakonisht shumë të dashur nga publiku. Dhe po ta analizosh nëse pse fituan ato 2 persona fituan
siç pëlqej ta them unë, sepse u bën më shumë pis. Pra, nëse të tjerët vendosën mos ta kalonin asnjëherë linjën e kuqe, vijën e kuqe, disa persona vendosën të dilnin nga kjo zona e komfortit dhe ta shkelnin atë vijën e kuqe, të ndryshonin rregullat, dhe kjo në një farë mënyre ju dha fruto. Ka pasur dy shkolla, periudha të ndryshme, ajo po themi Arbanës dhe kjo e Ledionit, po e quajmë që përfaqëson edhe pjesën post Arbanës, bashkë me bashkëpunimin me Sarën edhe me pjesën të produksionit. Si qëndrojnë këto dy hapësira në këndvështrimin? Mendoj që dallimi nuk bëhet tek unë i vlerësoj të dy si prezantues, me thënë të drejtën. Jo vetëm si prezantues, si periudha realizimi nuk mendoj që ndryshimi ka pasur të bëjë ndryshimi i brendshëm, pra i lojës së Big Brotherit, i asaj që quhet lojë dhe si rrjedhoi dhe i dinamikave të tjera të emisionit, nuk ka qenë i ndërlidhur me prezantuesit jashtë, sesa ka qenë i lidhur me banorët brenda. Pra mendoj që banorët e kanë nxitur këtë lloj ndryshimi. Pra, në rastin ton konkret, mendoj që Bigu i dytë e solli këtë lloj ndryshimi. Flitet shpesh për banor që orientohen nga produksioni. Ka vërtet këtu? Këto nuk e di, sepse unë nuk kam qenë asnjëherë në dhomën e rrëfimit, edhe nuk e di se çfarë ndodh në dhomën e rrëfimit. Do kishte qenë në dhomën e rrëfimit? Jo, nuk kam qenë asnjëherë në dhomën e rrëfimit. Nuk kam qenë asnjëherë dhe nuk interesante do ishte, por edhe vështirë, se po ta mendosh të marrësh atë presionin. Do e kishe mbajtur, domethënë, do e kishe provuar? Që unë t'isha brenda apo unë të mbaja dhomën e rrëfimit? T'isha brenda dhomës së rrëfimit dhe të rrëfeje. T'isha banore? T'isha banore, jo. Jo, banore s'do kisha pranuar. Nuk kam pranuar banore. Nuk... Pse? Se është shumë e mbyllur, është shumë e vogël ajo. Dhe kjo, do me thëmë mua, i gjithë loja e Big Brotherit dhe direktivave të Big Brotherit dhe faktit që është një autoritet që ka pushtet dhe që të dikton ty se çfarë të bësh, më bezdis dhe këtu rikthehemi te fëmijëria ime kur unë të them që unë e kuptova që isha një njeri që rebelohem në momentin që pashe autoriteti dhe pushteti që kishin disa të tjerë do diktonte se çfarë do bëja unë. Pra është ky problemi që unë kam me pushtetin dhe me autoritetin dhe me lëvizjen e disa fijeve, do doja të isha e lirë, ose të paktën të kisha iluzionin e lirisë. Shoqëria sot është në një krizë, po quaj krizë, mbas është pak e tepruar, po për këtë identitetin dhe zhvillimin, po themi, e vajzave të reja, formimit të tyre, mënyrë si rriten, shpeshherë ka po edhe të djemve. Komente, po edhe të djemve, vërtet, shumë e vërtet si konstatim. Ke një sugjerim apo një opinion për mënyrën se si duhet orientuar pak më shumë ky proces? Mendoj që faji është komplet i joni, i gjeneratave më të mëdha. Pse? Pse? Sepse gjeneratat e reja janë produkti jonë dhe në momentin që këto gjeneratat e reja nuk janë gjenerata të mira dhe të shëndetshme, atëherë gabimi është e ne. Ne kemi edukuar ato gjenerata, ne kemi gabuar. Kështu që nëse ka një vend për të bërë kritika është te gjenerata jonë, ku gabuam ne, ku u zhbën urat e komunikimit, çfarë mund të kishim bërë më mirë, çfarë i detyrohemi neve gjeneratave që vim pas, dhe çfarë mund të bëjmë ne tani për të rekuperuar këto gjenerata që vim pas. Nuk e di nëse pe ditën e djeshme në media shqiptare u bë shumë virale një video e një gruaje e cila me një krenari shumë të madhe tregonte se si e kishte në një farë mënyrë disiplinuar vajzën e saj, duke i dhënë një shpull para vjerrës, sepse ajo i ishte përgjigjer në një mënyrë të caktuar dhëndrit dhe burrit të saj. Pra, nëse ne i kemi rritur, kjo ka qenë lloji i prindërimit që ne kemi ushtruar. Nuk mendoj që produkti i këtij prindërimi do jetë një produkt shumë i shëndetshëm edhe shumë i mirë dhe shumë pozitiv. Kështu që mendoj që kur kritikojmë gjeneratat e reja, si fillim kritika duhet jetë ne. Çfarë bëm ne gabim, ku gabuam ne, ku ishte momenti që ne mbyllëm syt dhe nuk i dham një mundësi më shumë gjeneratave të reja, dhe çfarë mund të bëjmë tani për të rekuperuar. Po reality-t në vetvete, se prandaj duhet ta rilidhja. Janë një model që shpeshherë këto femra apo dhe djem japin modele
Jo të shëndetshme. Jo vetëm reality, rrjetet sociale, sepse reality është një... Po me që është ky moment i reality. Është një moment dhe ai moment fillon dhe mbaron, ndërsa janë rrjetet sociale që e marrin atë moment dhe enfatizojnë, e zmadhojnë, e përpunojnë, i ndryshojnë narrativën, i ndryshojnë kontekstin dhe nxjerrin një model të caktuar duke e bërë ato modelin të suksesshëm. E kuptoj. Mund të të pyes pak për disa nga dinamikat apo nga situatat e Bigut këtë vit, nëse e ke ndjekur ndo pak? Po, e kam ndjekur. Në parë pak në parim, kështu apo në panoramën e madhe. Ke disa personazhe që i veçon ndër të tjerët? Unë mendoj që në këtë Big, në krahasim me Biget e kaluara, personazhet nuk janë me aq energji apo me aq dinamizëm ose më shumë me aq eksperiencë televizive. Kanë eksperiencë në kuptimin që kanë parë Big Brotherin, e njohin lojën e Big Brotherit, por nuk kanë eksperiencë televizive, sepse ajo eksperienca televizive ty të ndihmon që të kapësh gabimin te banori tjetër dhe gabimin ta enfatizosh dhe ta argumentosh, sepse Big Brother është një lojë debatesh edhe argumentash. Pjesa më e madhe e Prime-it, 4 orë zhvillohen duke argumentuar dhe duke bërë debate. Në fakt është e vërtetë, në Prime nuk ka shumë debat dhe shumë argument mes banorëve. Mes banorëve. Pavarësisht se vjet një tendencë. Ka një minus. Si banorët që veçoj, banorët që më kanë pëlqyer më shumë, që kanë bërë më shumë lojë, sigurisht që janë Miri, Selin edhe Kristi, që janë banorët që kanë krijuar më shumë dinamika më aktive. Në krahasim me banorët e viteve të kaluara, mendoj edhe këtu kemi një rënje, por prapë në krahasim me banorët që janë brenda, këto janë personazhet që janë dalluar. Vit pas viti, sfida është gjithmonë e më e madhe për banorët. E para punës sepse arketipet e personazheve janë po ato dhe në një farë mënyre lojrat apo strategjit janë konsumuar dhe është e vështirë të ndërtosh strategji të reja dhe duplifikimi i strategjive në një publik i cili shet 2 Big Brother në vit është shumë i vështirë, sepse është publiku shqiptar, sheh edhe Bigun e Kosovës, sheh edhe Bigun e Shqipërisë. Dhe është një publik që është shumë i aftësuar. Se kemi edhe një reality tjetër këtu. Kemi edhe një reality tjetër, pra është një publik i cili e njeh mirë realitin, e njeh mirë lojën e realitit dhe e kupton kur është lojë, kur është e vërtet, kur është organike, kur nuk është organike. Kështu që bëhet e vështirë. A kanë një shkëlqim personazhet e TikTokut edhe në Unë mendoj që personazhet e TikTokut janë personazhe që duhet të ngelin në TikTok dhe që janë të mjaftueshëm për atë minutazhin e TikTokut, që maksimumi është 20 minuta. Televizioni. Dhe ty japin atë maksimumin e vet? Mendoj që po. Po, patjetër, disa personazhe TikToku mund të kenë një aure, mund të kenë një shkëlqim, mund të kenë një yll, por nuk mendoj që kjo vlen për të gjithë personazhet e TikTokut. Dhe me thënë të drejtën, mendoj që media tradicionale qëndron më lart dhe duhet të jetë fanari që duhet të ushqejë rrjetet sociale, nuk duhet të jetë e kundërta. Pra nuk duhet të jetë TikToku që të ushqejë median tradicionale, po media tradicionale duhet të ushqejë TikTokun. Ai që është media sociale nuk ka pse shkojë te televizioni dhe e kundërta. Kështu e mendoj. Po ke një opinion kush mund ta fitojë? Selin. Vërtet. Unë me kam. Sepse mendoj që ka ardhur koha që ta fitojë një vajzë e re. Pra jo një grua over 40 me eksperiencë, e divorcuar ose me hallet e veta ose një grua e fortë, e pam atë, vjet par vjet. Mendoj që ka ikur koha edhe këtyre burrave mbi 40 vjeç me eksperiencë, që japin modelin e burrit tradicional shqiptar, djalin e ri e patën vjet, dhe mendoj që ka ardhur momenti që një vajzë e re ta fitojë Big Brotherin. Dhe që t'i japim një shtysë. Po pse mos ta fitojë një djalë i ri për shkak? Sepse e fitoi vjet. Në kuptimin që e fitoi vjet një djalë i ri, kështu që tani e ka radhë një vajzë e re dhe Selin më duket shumë më duket djallushe i quajta unë, se unë kam qef t'i jap disa etiketime personazheve, atë i quajt e djallushe. Sepse nuk më pëlqeu fakti që Selin e barazojnë me moshën e saj dhe automatikisht mendojnë që duke parë që është një vajzë e re, është e brisht edhe manipulohet apo nuk e ka shumë të qartë udhëtimin e saj. Më duket shumë e qartë. Po eksperjenca me përputhen, si ka qenë? Po unë vija nga Big Brother shumë i fortë edhe më duket sikur isha nga lufta e Vietnamit, duke bërë roje parkingu. Ashtu e kam djerë. Ishte jashtëzakonisht shumë e lehtë. Po ka, do të them, se unë jam pjesë e medias pak a shumë e di, po për publikun që
është e vërteta ajo gjë që ndodh aty apo? Po, është lojë. Shiko, patjetër që është e vërtetë, sepse ata janë të rinj dhe kanë 20, 25 vjeç dhe rrinë me 10 muaj me njëri tjetrin, shoqërohen me njëri tjetrin. Po. Përjetojnë një eksperiencë bashkë. Dhe patjetër që lidhen fshehurazi, puthen, xhelozojnë njëri tjetrin, e sabotojnë njëri tjetrin. Mendoj që mbas 7-8 vitesh problemi dhe vështirësia e produksionit është që ti mos jesh i sabotuar nga konkurrentët, sepse konkurrentët e dinë që në atë program duhet japin dashuri, duhet shfaqin dashuri, duhet bëjnë dashuri dhe ndonjëherë edhe e nxisin apo e aktrojnë ose shfaqin një dashuri fiktive dhe ti si produksion duhet ta kuptosh ajo dashuria është fiktive dhe bëhet vetëm për klikime. Po pak çifte i kanë rezistuar kohës, me kokë. Pak çifte i kanë rezistuar kohës. Është e vështirë presioni i kamerave dhe mendoj që është e vështirë që ta mbash atë ritmin dhe konsistencën e marrëdhënies në publik pa u dëmtuar marrëdhënia. Doja të pyesja, po më doli në atë moment nga mendja. Si të duket me që është një lloj risie Monika Kryemadhi në këtë pozicionin? Mendoj që është më mirë në politikë, me thënë të drejtën. Se për të qenë opinionist, nuk duhet të jesh populist. Duhet mbash disa qëndrime të sakta. Pse ka qenë me qëndrime të forta, të sakta? Jo, unë nuk mendoj që kush të rre të do, për shembull, nuk mendoj që është okej të themi që do t'i marrim njerëzit, do t'i kapim prej flokësh dhe do t'i nxjerrim jashtë. E komentoi dhe Ledion në fakt i tha që ti dasha kapo i tha jo, nuk të doaj që të rre. Po, ka disa gjëra që mendoj që nuk qëndrojnë dhe ca të vërteta që duhen thënë pa pasur frikën a do pëlqesh apo nuk do pëlqesh nga publiku. Publiku disa herë të pëlqen, disa herë nuk të pëlqen, ndonjëherë të adhuron, ndonjëherë të shkel me këmbë, po roli i opinionistit në Big Brother është jashtëzakonisht shumë i rëndësishëm sepse opinionisti i jep ushqim banorëve, hap pista të reja. Opinionisti ndonjëherë edhe insinuon, ndonjëherë edhe gënjen që banorët të ndjekin pistat edhe ndonjëherë të nxjerrim edhe të vërtetat. Opinionisti nuk duhet të pëlqehet nga publiku. Si e ke mësuar këtë gjë? Unë nuk e dija nëse unë dija ta bëja Big Brotherin, kur unë e shihja nga shtëpia, patjetër secili mendon për veten e vet që është shumë i zoti, analizat e tij janë shumë të mira, që ai është si opinionist shumë i mirë, sidomos të gjithë njerëzit që janë pjesë të televizionit edhe kanë qenë të ftuar në për emisione apo në për panele të ndryshme dhe kanë aftësi analizimi. Ju duket vetja të gjithëve që shiko, unë di ta bëj atë dhe do ta bëja më mirë se ai. Unë, me thënë të drejtën, hyra me duar në xhepa, nuk e dija ç'më priste, por aty zbulova që e kuptoja shumë mirë. Po pra, është interesante kjo optika që më shpjegove se si një opinionist vërtet duhet ta... Aty zbulova që dija ta bëja shumë mirë. Thjesht e kuptoj, nuk e di... Të mungon do ta bëja pra? Se si e kupton. Nuk e di, ndoshta vitin e tret po do kisha dashur ta bëja, doja një lloj rikonfirmimi, sidomos profesional, patjetër, nuk mund të them që jo. Ndërsa tani nuk e di më, sepse kanë kaluar 3 vjet edhe shoh si një eksperiencë që e kam kaluar, mora të mirat dhe të këqijat e asaj eksperiencë. Po nuk e harron, është bicikleta, njerëz që e bën mund t'i rikthejë. Jo, sepse sa herë që dalë dhe komentoj, shoh që komentet e mia pëlqejnë edhe atë prekjen që i japun Big Brotherit nuk e kanë komentuesit e tjerë. Ke një perceptim se si të sheh publiku ty? Si më sheh publiku? Domethënë perceptimi në terren është ndryshe nga perceptimi virtual. Në terren e ndjej shumë dashurinë e publikut, virtualisht jo. Fare virtualisht? E ndjej virtualisht, është më e moderuar tani, po... Po ndjen sikur virtualisht ke një lloj... Kam një lloj dhune më të madhe virtuale. Do me thonë, që mund tjetë edhe organizuar, mund tjenë edhe bota, mund tjenë edhe grupe interesi që kanë qef të ngrej një personazh publik edhe të uli një tjetër personazh publik dhe me komentet ndërhyn, duke ndërhyrë në algoritëm dhe duke ndërhyrë edhe në perceptimin tënd publik, edhe në imazhin tënd publik. Kështu që ajo dashuria fizike dhe reale që marr nga njerëzit në terren nuk përkon me ndjesinë që më japin njerëzit në jetën virtuale. Je duke e jetuar jetën tënde mirë? Po.
Po. Je gjithmonë kaq energjike Jo. dhe optimiste, domethënë me këtë pozitivitet? Jo, Domethënë sot nuk je vendosur në këtë intervistë për të pasur këtë energjinë apo është natyra jote? Jo, më jo se si jam E gjithmonë di, kështu. po, Nuk jam domethënë gjithmonë kështu. ke momente të dobësisë. Po, patjetër që kam momente ndopsie, po e kalova një vit kështu ose 2 vite të rekuperimit nga Big Brotheri, ishte goxha i vështirë, kështu që mu desh pak kohë që të qetësohesha, edhe të mblidhja veten, nuk isha kalova një burnout fizike dhe mendore dhe nuk isha në gjendje as të prodhoja gjëra të bukura, as të isha pjesë e gjërave të Tani do bukura. të shohim në një projekt tënd, besoj së Po, shpejti? tani kam dëshirë të kem një projekt timi, po nuk do ta them Jo. derisa të bëhet, derisa të realizohet. Për Po tani po, jam mirë, jam në një periudhë të mirë dhe prandaj kam energji të mirë. Edhe kaluam shumë mirë bashkë. Dhe më the që edhe dashuruar. Po, jam në një marrëdhënie. Po pra, je dashuruar. Për veten është e vështirë flasësh për to. Ka kohë që je dashuruar? Ka kohë, po. Është serioze? Po. Po. Më pëlqen. Po e shijon domethënë. Po. Një, uroj që të shkoj sa më jam mirë. Jam mirë. Faleminderit. Edhe uroj që të kemi sa më gjatë në jetën publike, në pjesën e qasjes me publikun, me prodhimet e tua, me gjithë formën tënde se si shkon tek njerëzit. Sa do na duan, sa do na duan, gjithëve nuk i pëlqen dot, nuk zhbrumosemi dot më për atë që jemi. Shumë vonë. Tani është shumë vonë, jemi këta që jemi. Kështu që uroj që të prijem bara. Faleminderit shumë. Kënaqësi.